Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për kryebashkiaken e Roskovecit Melinda Bufi për akuzën e përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i kërkuar është ulur në 1 vit burg. SPA ka kërkuar gjithashtu që dënimi të pezullohet dhe Bufi të mbetet në shërbim prove për 2 vjet, duke bërë të mundur që ajo të mos shkojë në burg menjëherë. Nga pretenca bëhet me dije se hetimet janë kryer pas publikimit të një videoje, ku e pandehura Melinda Bufi në detyrën e kryetares së bashkisë Roskovec pretendohet se në kundërshtim me ligjin i ka kërkuar shtetasit GB të mos marrë pjesë në votimet për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023 dhe të mos përfshihet në veprimtaritë zgjedhore të partive të tjera politike. Kërkesa e të pandehurës Melinda Bufi drejtuar këtij shtetasi është bërë nën kërcënimin e masave administrative dhe kundër vullnetit të tij. Melinda Bufi aktualisht mban detyrën e kryetares së bashkisë Roskovec.